Agjërimi I atij që bëhet gjunub. Nëse hyn koha e agimit dhe agjëruesi është gjunub, agjërimi I tij është në rregull. Lejohet të vonohet pastrimi nga gjunubllëku, menstruacionet dhe lohonia deri pas lindjes së agimit, apo hyrja kohës së sabahut. Në gjithë këtë, më mirë është të nxitoj të pastrohet për shkak të faljes së namazit në kohën e vet. Nëse bëhet gjunub në gjumë, agjërimi nuk prishet, në krahasim me atë I cili masturbon gjatë ditës. Ai e prish agjërimin, sepse masturbimi gjatë ditës e prish agjërimin. Dalja e lëngut me dhij dhe vedi. Dalja e lëngut me dhij para spermal nuk e prish agjërimin, sipas mendimit më të saktë të dietarëve, sepse në esencë nuk llogaritet nga gjërat që e prishin agjërimin dhe vështirë është të ruash që të mos dalë. Ndërsa vedi është uji I ngjitshëm I trash I cili del pas urinimit dhe nuk del shkaku I kënaqësisë apo epshit. Ky lëng nuk e prish agjërimin dhe nuk e detyron pastrimin e plotë të trupit. Por ajo që detyrohet është të pastrohet organi dhe të merret abdes.